Besimtarët katolik kanë festuar festën e shenjtë të Shënkollit. Në kishën që mban emrin e këtij shenjti në Shkodër, u kremtua mesha e shenjtë nga presidenti i konferencës i peshqëpunore Imzot Gjergj Meta. Gjatë fjalës së tij, Imzot Meta tha se ne nuk kemi asnjë në pronë, por jemi vetë administrator të diçkaje që nuk është e jona. Për këtë, Imzot Meta tha se duhet të kujdesemi për njëri tjetrin. Sa herë ne kremtojmë Shënkollin, kështu sa herë kremtojmë baritë e tjerë, ne kujtojmë se ata u ban shenjtën pikërisht sepse kryen detyrën e tyre për me qenë mbarshtues administrator të Grigjës së Krishtit. Kuptuan me jetën e tyre se janë vetëm thjesht ata të cilët në emër të Krishtit shkojnë tek njerëzit, në emër të Krishtit ju shërbejnë njerëzve. Dhe këtë Shënkolli e bani në mënyrën më të mirë e ma. Jemi të thirrur për me qenë mbarshtues, administrator të mirave që Zoti na ka dhënë. Më pëlqen gjithmonë të them që secili nga ne është në një farë mënyre një bari. Jemi bari të njëri tjetrit. Zoti na ka dhënë njëri tjetrit për me u kujdes për njëri tjetrin. Prindrit janë barit e familjes. Mësuesit janë barit e nxënësve tyre. Politikanët janë barit e popullit në të mirën publike. I peshqrit, meshtarët janë barit për të mirën shpirtënore të njerëzve të tyre. Të njerëzve që Zoti kisha ju a ka besu. E ju ftoj, dashnë vëllezër e motra, që të luteni për ne. Një natë më parë në ambientet e kishës së Shënkollit u zhvillua procesioni vigjiljes së kësaj feste, ku bashkuan besimtarë të shumtë. Shënkolli është një ndër shenjtorët e dëshmitarët e Krishtit më të nderuar nga besimtarët e krishterë. Shënkolli u dallua për kujdesin dhe ndihmën për të varfrit.